Kombëtarja e Kosovës në futboll pas tërvitjes ka mbajtur edhe konferencë për media para takimit të fundit në kualifikimet e botrorit 2026. Para duelit me Zvicrën, në konferencën e mbajtur në stadiumin Fadil Vokri, ishin të pranishëm selektori Franco Foda si dhe mbrojtësi Albian Hajdari. Të dy, si tekniku gjerman, po ashtu edhe mbrojtësi që luan në Superligën e Zvicrës, e kishin mendjen e prerë sa i përket qasjes në takimin e nesërm, ku synimi i tyre është vetëm 3 pikëshi. Sa i përket mundësisë për kualifikimin direkt, trajneri Foda tha se është e vështirë t'ja dalim të parët në grup dhe të fitoj me një rezultat 6-0, por synimi i vetëm është fitoria. Po ashtu, tekniku gjerman tha se në ndeshjen e parë ndaj Zvicrës, Kosova nuk e tregoi fytyrën e saj të vërtetë dhe shpreson në fitore në takimet e play-offit. Në ndeshjen e parë ndaj Zvicrës nuk e treguan fytyrën tonë të vërtetë. Matematikisht jemi ende në garë për vendin e parë, por realisht fitoria 6-0 është shumë e vështirë. Tani jemi para publikut tonë. Euforia është e madhe. Dëshirojmë të tregojmë cilësi, po ashtu dëshirojmë që t'i fitojmë ndeshjet e play-offit. Nëse i fitojmë ato, do të shkruajmë histori të madhe. Ndër të tjera, Foda foli edhe për sulmuesin në formë Fisnik Aslani, duke vlerësuar lart aftësitë e tij. Ai është në një formë shumë të mirë dhe ka bërë një ndryshim ekstrem të madh. Vitin e kaluar ka luajtur në ligën e dytë, tani po e shoh një zhvillim tepër të madh, por në Angola po luan shumë mirë me topin, është shumë i aftë në hapësira të ngushta, e gjen gjithmonë mundësinë dhe çfarë është më e rëndësishmja është jashtëzakonisht shumë i rrezikshëm para portës. Në anën tjetër, Albian Hajdari tha se Kosova po kalon në një moment të mirë dhe se ekipi synon ta mbyll ciklin me maksimumin e pikëve, pos kualifikimit historik në play-off. Besoj si çdo lojë është e rëndësishme si çdo tjera, edhe normal ne kemi momentalisht një seri shumë të mirë me Zvicrën që hopëm lojën e parë, por në që gjithat kemi fitu, kemi marrë një pikë. Por ashtu na edhe lojën kundër Zvicrës lloj maksimumin, himin maksimum, edhe himin për me luajtur me fitue për 3 pikë. Ai e komentoi edhe deklaratën e Granit Xhakës, duke theksuar se vendimi i tij për Kosovën ka qenë i menduar dhe i drejtë. Besoj si Leon edhe unë e kemi marrë vendimin para një kohë, e kemi marrë vendimin për Kosovën. Edhe që shkom thonë edhe më herët, na kemi vendosur me njerëz më të afërsh. Me ata i kemi biseduar për vendimin tonë, edhe në fund çka thojnë tjerët, e kanë ata menimin e tina, janë menimet e tyre, por që unë jam në rregull që ka thonë Graniti, ajo është menimi tina, që kemi thonë ose që thamë unë gjithë, respekt nga tina, nga karriera tina, edhe veç suksese. Një tjetër temë e prekur ishte gjendja e Don Zhegrovës, i cili prej javësh ka kaluar një periudhë të vështirë për shkak të lëndimit, e sa i përket tij, Foda la të hapur mundësinë për aktivizimin e tij.